Krye imami i Bashkisë Islame të Kosovës, Vedat Sahiti, në kuadër të vizitave të tij gjatë muajit të Ramazanit këtë të mërkur, ka vizituar Preshevën. Krye imami Sahiti fillimisht vizitoi Këshillin e Bashkisë Islame të Kosovës në Preshevë, me që rast u prit nga kryetari Nexhmedin Ademi, i cili e njoftoi krye imamin për aktivitetet dhe angazhimin e imamëve të Preshevës me rrethin gjatë muajit të Ramazanit. Veç tjera shu diskutua mbarvajtja jetës fetare dhe pengesat e ndryshme që hasin banorët e kësaj pjese. Gjatë kësaj vizite, krye imami Sahiti ofroi mbështetjen e kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës ndaj kësaj pjese të banuar me shqiptar. Në organizimin e Bashkisë Islame të Kosovës, ushtrua dhe iftari i përbashkët me imamët si dhe me besimtarët preshevar. Krye imami Sahiti në fjalën e tij drejtuar besimtarve bëri thirrje për unitet dhe solidaritet mes njëri tjetrit. Dhe ne si kryesi e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, çmojmë lart dhe vlerësojmë lart punën, angazhimin, kontributën dhe sakrificën e imamëve dhe efendilerëve që shërbejnë për gjitha xhamit e luginës tonë të dashur besimtar. Ne jemi një dhe kështu do të vazhdojmë. Është e vërtetë që një kufi administrativ na ka nda, mirë po zemrat tona, mendjen tonë, shpirtin tonë, asnjëherë askush nuk ka arritë të ndaj, e të na përçaj, edhe dash Zotit që deri në kiamet asnjëherë mos ketë asnjë forcë që mund të ndaj trungun tonë kombëtar e fetar. Kryetari i Këshillit në Preshevë, Nexhmedin Ademi, falenderoi Bashkinë Islame të Kosovës në rolin e organizimit të jetës fetare dhe gatishmërinë për të qenë pranë Preshevës. Feja jonë islame i ka disa vlera të nderuar vëllezër. Vlera më e madhe është besimi, pastaj njohja me traditën e profetit tonë Muhamedit alayhis salam. Vlera është familja, vlera është ibadeti, adhurimi dhe gjërat e tjera. Sot neve po na servojnë agjenda të ndryshme të cilat po na rrezikojnë identitetin tonë fetar. Nëse dikush është më i thirrur për me mbrojtë identitetin islam, adhëtar, kombëtar në shoqërinë tonë, në mesin e tyre padyshim është edhe basia islame. Gjatë vizitës në Preshevë, krye imami Vedat Sahiti mbajti një lexhrat kushtuar muajit të Ramazanit për t'i prirë më pas namazit të Yacis dhe Taravis. Aktivitetet të ngjashme fetare në xhamitë të ndryshme të Preshevës mbajtën edhe imamët e tjerë.